Kemi sjellë po sjellim në vazhdimsi jetesën nëpër fshatra. Në shumicën e tyre banorët padyshim nuk kërkojnë luks. Nuk kërkojnë magjira, gjëra të jashtëzakonshme, kërkojnë kushtet më minimale për të jetuar. Nëse ti zonave të caktuara nuk u jep rrugë, nuk u jep ujë, arsime shëndetësi nuk u mundson të ndërtojnë një ekonomi të denjë, atëherë çfarë do të bëjnë banorët në këto zona? Si do të jetojnë? Si do të ndërtojnë një të ardhme për veten dhe për fëmijët e tyre? Padyshim këtu përgjigjen e dim gjithë, do të largohen. Dhe kjo po ndodh në shumë zona. Pra, nuk po mbështeten, sepse nuk kanë kushtet më minimale për të jetuar në zonat e tyre, dhe po detyrohen të largohen. Po shtyhen të largohen. Fshatrat e tërë, jo vetëm ata larg, por pranë qyteteve të mëdha, pranë Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Rogozhinës, Kavajës e me radhë, pra edhe në zemër të Shqipërisë, në qendër të Shqipërisë. Sigurisht, pas pak kohësh, do të vi sërish fushata zgjedhore, edhe në fshatra me pak banor, me 10, 15, 20, do të duken sërish edhe njëherë të dërguarit e strukturave përkatëse. Sepse kur vjen puna për fushata zgjedhore, edhe në fshatra me 10, 15, me 2, me 3, me 20 banor, duken këtu, sepse i duan edhe votat e tyre. Shpesh është gabimi vetë banorëve që i pranojnë, sepse në momentin që këta të zgjedhur duken një herë në 4 vjet, atëherë më pas nuk duhen pranuar më, sa kohë nuk vjen asnjë dorë për të investuar në këto zona. Nëse nuk investohet në fshatra, askujt nuk duhet i duket e çuditshme që shumë e shumë prej tyre kanë vdekur apo do të vazhdojnë të vdesin. Dhe Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për t'u dhënë mjaft prej këtyre zonave vijshmërinë, jetën, të ardhmen. Në fakt kështu nuk po ndodh, sepse projektet për fshatrat mungojnë plotësisht.